Një ndër vëllezërit dhe vizitor të faqes pyet se a mund ta mbaj agjërimin e Ramazanit, pra a më lejohet mua të agjëroj muajin e Ramazanit, duke ditur faktin se nuk jam besimtar i devotshëm, pra nuk zbatoj çështje dhe urdhëresa të tjera fetare përveç leximit të Kuranit. Së pari, ky vëlla dhe besimtar, njerëz të tillë në këtë gjendje duhet të dinë se Allahu i Madhëruar na krijoi që ta adhurojmë atë. E duke qenë se ky është qëllimi vetëm për të cilin ne erdhëm në këtë botë dhe në bazë të realizimit të këtij qëllimi është suksesi apo dështimi i çdo kujt për njerëzve, tërë përpjekjet tona, tërë angazhimet tona duhet të jenë në realizimin e këtij qëllimi, që konsiston në praktikimin dhe në zbatimin e të gjitha atyre urdhëresave që Zoti i Gjithësisë na ka urdhëruar, siç është falja e namazit, e cila është më e rëndësishme dhe se vetë agjërimi i Ramazanit, apo urdhëresave të tjera. Allahu i Madhëruar i drejtohet besimtarëve dhe i thotë: Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kafa. O ju që keni besuar, hyni në Islamin tërësisht, pra zbatojeni të tërë rregullat e tij. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam në hadithe të ndryshme të tij na tregon se kjo fe u ndërtua mbi 5 shtylla. Bunya al-Islamu ala khams. U ndërtua Islami mbi 5 shtylla dhe përmend shtyllat me radhë në varësi të rëndësisë së tyre. E para është dëshmia e tauhidit, fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pra se s'ka të adhuruar me merit dhe me të drejtë përveç Allahut, e se Muhamedi a.s. është robi edhe i dërguar i tij, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit për atë që ka mundësi. Pra o vëllai i nderuar, ardhja jonë në këtë botë nuk është qëllimi që të dëfrehemi, thjesht të konsumojmë ushqime, pije apo argëtime të tjera. Këto janë element dytësor, jo të rëndësishëm, të cilët duhet i shërbejnë qëllimit kryesor dhe final, që është adhurimi i Allahut të Madhëruar. Dhe përsa i përket çështjes tënde, po lejohet që të mbash agjërimin e Ramazanit, e muajit të Ramazanit, por në të njëjtën kohë patjetër që duhet të zbatosh faljen e namazit dhe urdhërime të tjera.